Të dashur bashkëqytetar, një vit i ri është para nesh, një shans për një fillim të ri. Ta shfrytëzojmë për të kultivuar mendimet e bukura, respekt, përgjegjësi dhe kujdes për njëri tjetrin në punë dhe në jetën tonë të përditshme. Dëshira ime është që gjatë këtij viti të udhëhiqemi nga vlerat pozitive që na përcaktojnë të gjithëve si qytetarë të vendit, secili me gjurmën dhe kontributin e tij në krijimin e një të nesërme më të mirë. Ky, zotën ka qenë dhe udhërrofyesi im për këto 3 vjet e gjysmë sa jam zëvendës kryeministër në qeveri, të cilën ju e njihni si një qeveri që zgjidh krizat dhe punon për mirëqenien tuaj. Ajo që e bën të ndryshme socialdemokracinë është kujdesi dhe mbështetja për më të rrezikuarit. Prandaj jam jashtëzakonisht krenar për masat që na lehtësojnë dimrin qytetarëve të kategorive më të rrezikuara. Këto masë që po i marrin gjatë krizës do në të thonë më shumë para për ata që kanë më shumë nevojë për to. Ne nuk harrojmë askënd. Ndihmojmë në kohë kriza, por gjithashtu mendojmë me përgjegjësi edhe për të ardhmen. Kjo është arsyeja pse ne jemi fokusuar në rritjen e pagave. Rritja e pagave në këto 6 vite nuk ka qenë kurrë më e lartë dhe do të vazhdojnë të rriten. Duke dashur të krijojmë parashikueshmëri për ata që kanë dhënë mundin dhe gjithçka nga vetja për këtë shoqëri, sollëm metodologjinë e re për pensionistët tanë, sipas standardit të jetesës. Të nderuar, solidariteti dhe uniteti na bëjnë fitues të gjithë. Janë këto vlerat pozitive me të cilat do të triumfojmë ndaj përçarjes dhe ndasive. Kështu do të ecim drejt së ardhmës, duke menduar për fëmijët tanë, të vetëdijshëm se janë ata fëmijët tanë që do të jetojnë me pasojat e veprimeve tona sot. Andaj, në emër timin dhe të gjithë atyre që u është besuar privilegji i marrjes së vendimeve, bëj thirrje të veprojmë me përgjegjësi për të ardhmen e fëmijëve tanë, të ardhmen e vendit tonë. Ta bëjmë të ardhmen të jetë ndritshme, e qartë, e sigurt. Gëzuar vitin e ri 2024.